Një video e publikuar së fundmi nga Olti Curri, ku shihet influencerja dhe ish-banorja e Big Brother VIP Kosova, Gjeneta Fetahu, në shoqërinë e një mashkulli, ka ndezur rrjetet sociale dhe ka hapur menjëherë diskutime të gjera rreth një lidhje të mundshme dashurie. Pamjet u shpërndam me shpejtësi, duke ngjallur kuriozitet dhe komente të shumta nga ndjekësit e saj. Megjithatë, reagimi i Gjenetës nuk ka munguar. Ajo është shprehur e prerë se nuk bëhet fjalë për partnerin e saj, por për një shok të ngushtë, duke mohuar çdo aludim mbi një romancë të re. Në reagimin e saj, influencerja ka theksuar se shpesh miqësitë e saj keq interpretohen nga publiku dhe mediat, por kjo nuk do të thotë se pas çdo shfaqje e fshihet një histori dashurie. Një tjetër detaj interesant që ka dalë në pa lidhet pikërisht me mënyrën se si kjo video ka përfunduar në duart e Olti Curri. Ai ka zbuluar se për materialin në fjalë janë kërkuar plot 5.000 euro, çka shton më shumë polemika mbi prapaskenat e publikimit të saj dhe vlerën që kanë këto pamje në tregun mediatik. Kjo situatë ka vendosur sërish Gjeneta Fetahu në qendër të vëmendjes, duke dëshmuar edhe një herë se çdo detaj nga jeta e saj private vazhdon të jetë lajm dhe burim diskutimesh të shumta në rrjetet sociale. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.